Inteligjenca artificiale është zhvilluar sot konferenca studentore, teknologjia dhe ndikimi i saj në ditët e sotme, e organizuar nga Fakulteti i Shkencave të Natyrës. Aktiviteti mblodhi student dhe pedagog për të diskutuar rolin dhe rëndësinë e teknologjisë në shoqërinë moderne. Gjash Shegaj, organizatori i konferencës, theksoi se kjo temë është zgjedhur për shkak të ndikimit të madh që teknologjia ka në çdo aspekt të jetës sonë. Konferenca përfshin departamentet e FSHN-s bashkë me klubet studentore, është e para e llojit të saj. Konferenca pikërisht është iniciuar nga studentët në mënyrë që ne të ndërgjegjësojmë edhe studentët të tjerë që kërkimi shkencor duhet të jetë një domosdoshmëri në Universitetin e Shkodrës Luigi Burakuqi. Tema konferencës është pikërisht teknologjia dhe ndikimi i saj në ditët e sotme. Është zgjedhur kjo temë për shkak se teknologjia kuptohet që është më e pranishme se kurrë në jetën tona dhe studentët kanë përgatitur gjithsecili një punim në kuadër të degës tyre në lidhje me teknologjinë. Pra do të trajtojnë çështje ndryshme siç është çështja e mjedisit lidhur me teknologjinë, çështja e matematikës lidhur me teknologjinë, çështja e fizikës lidhur me teknologjinë apo çështjet e shtetit lidhur me teknologjinë. Studentja e informatikës Anisa Nake u shpreh se punimi i tyre fokusohet në përdorimin e teknologjisë për të ndihmuar personat me aftësi të kufizuara, duke ofruar zgjidhje që synojnë përmirësimin e jetës së tyre të përditshme. Temë kemi trajtuar ndërfaqen through computer, e cila është një nga temat më moderne të teknologjisë së sotme të informacionit. Dhe në këtë temë ne trajtojmë më shumë cilat janë risitë e teknologjisë dhe si vjen në ndihmë edhe personave me aftësi të kufizuar, të cilët nuk mund të lëvizin gjymtyrët, ose disa pajisje të cilat janë të futura në trupin e njeriut për të bërë të mundur që ata të lëvizin apo të japin komanda më lehtë. Konferenca u mbyll me theksin mbi rëndësinë e përfshirjes së studentëve në aktivitete të tilla, të cilat nxisin kërkimin shkencor. një vit